Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i shtunë 1 nëntor 2025. Dashi. Kjo ditë është e mirë për takime të ndritshme, më pak të tensionuara. Zemra juaj është e qetë. Demi. Më duket një ditë efikase, pozitive për të rikuperuar fatin, forcën dhe për të besuar më shumë në aftësitë e veta. Dashuria është zgjuar, një ditë interesante dhe e dobishme për takime të reja. Binjakët. Për ndjenjat është një periudhë takimesh të mëdha, misish që bëhen pasione. Njoftime. Gaforja. Në këtë periudhë, falë shkurtimeve të qarta dhe ndryshimeve rrënjësore, duhet ta shikoni të ardhmen me optimizëm. Ata që kanë qenë në një çift për ca kohë do të kenë konfirmim të mëtejshëm të ndjenjave të tyre. Më mirë të shmangni qëndrimet pesimiste. Luani. Nëse keni diçka për të thënë, flisni. Kush ka llogari të papaguara do të ketë mundësi të mira për të hakmarrë. Për sa i përket dashurisë, lidhjet që kanë lindur tani janë intensive. Virgjëresha. Fillimi i kësaj dite lë diçka për të dëshiruar. Gjeni një ekuilibër sonte për të shmangur argumentet. Peshorja. Sot jeni intolerant dhe rrezikoni të largoni edhe njerëzit që ju duan. Ekziston një farë tensioni në familje për arsye që nuk lidhen me vullnetin tuaj, mos u zemëroni. Akrepi. Është një ditë e qetë, pa asnjë lajm. Në këto ditë është e përshtatshme të vlerësoni mirë se çfarë të bëni në dashuri. Shigjetari. Ndonjëherë dëshironi të vendosni gjithçka. Histori dashurie më konfliktuale, vëmendje ndaj disa kontrasteve me të afërmit për arsye parash. Fle pak. Britsjapi. Vjen një periudhë suksesesh të vogla apo të mëdha, kjo varet edhe nga mënyra se si keni ndërmend të menaxhoni të ardhmen tuaj. Rinovimet e mundshme. Takime të reja për të favorizuar. Ujori. Zemrat e vetmuara mund të bëjnë angazhime të çuditshme me njerëz që nuk janë të disponueshëm menjëherë. Dhimbje koke me origjinë nervore. Peshqit. Gjërat po shkojnë mirë sot. Jepini vetes një situatë që ju sjell të qetë, sot duhet të jetë një ditë e qetë, të endet në mendjen tuaj. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.